ndaj vendimit të gjykatës speciale që të mos I lejohet ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi pjesëmarrja në varrimin e babait të tij dje realisht gjatë ditës një panel I gjykatës speciale ka vendosur që të mos I mundsohet vizita ish-presidentit Thaçi, qëndrimi në Skënderaj dhe në Buroj gjatë ceremonisë së varrimit që do të ndodhë sot. Si rezultat I kësaj ka pasur një revolt të madhe në rrjetet sociale, është kërkuar që pjesëmarrja sotme masive në këtë ceremoni të varrimit të jetë edhe protest ndaj kësaj padrejësie dhe padrejësive të vazhdueshme që po bën gjykata speciale në raport me të paraburgosurit që po mbahen në Hag në këtë mekanizëm të veçantë juridik, në këtë gjykatë që është në kuadër të Republikës së Kosovës, por që nuk njeh simbolet e Republikës së Kosovës, me që për sponsor ka Bashkimin Evropian, një gjykatë e cila funksionon paralelisht gjithë sistemit juridik të Kosovës, me që të gjitha shkallët e gjykatës janë të krijuara veçmas jashtë ndikimit të drejtë për drejtë të jurisdiksionit të Kosovës. Gjykatë që funksionon në Hag, po e them edhe njerë, por zyrtarisht paktën është gjykata e Republikës Kosovës. Ka një varg padrejësish realisht, një varg procesës të cilat po përshkruhen tashmë edhe nga zyrtarët e lartë amerikanë, është vetë përfaqësuesi I presidentit amerikan për çështje për konflikte, zoti Grenell, Richard Grenell, I cili para disa ditësh ka dhënë një shpjegim sërish, ka rishpjeguar detaje interesante, duke thënë që aktakuza në gjykatën speciale nga Jack Smith ishte ngritur pasi që kishte marrë informacion se po bëjë një marrëveshje politike e cila do ta pamundësonte edhe funksionimin e kësaj gjykate. Natyrisht një përpjekje politike për të ndalë një zhvillim, një aktakuzë për të ndalë një zhvillim realisht politik. I gjithë procesi tashmë është ka fundi, marrë parasysh prokuroria ka deri me 5 prill prezantim të dëshmitarëve të saj, me 5 prill është fjala përfundimtare e prokurorisë dhe pastaj mbrojtja që do të kërkojë që të hedhet poshtë aktakuza, në rast se nuk hedhet do të prezantoj mbrojtjen e saj. Kjo është procedura që do të ndodh në Hag. Natyrisht shumë I bashkohem gjitha reagimeve të shumë njerëzve për këtë padrejësi që po ndodh në raport me mungesën e ish-presidentit në ceremoninë e varrimit të babait të tij. Natyrisht kjo është një prej atyre rasteve kur te I kalohet politikja, te I kalohen ligjet dhe bëhet e rëndësishme njerëzorja. Sidoqoftë, pak më vonë në fund të emisionit do të merremi me këtë. Në këtë pjesë të parë do të merremi me ankesat tuaja, me raportimet tuaja. Filloni dal nga dalë të më telefononi në +383 487 577